Ajo është pa vanilja. Rujo. E kam lënë aty, po se dhja është la komplet, po punë e madhe. Jo më thuj, po ashtu ma edhe pak. Lema mua të aj musës. Nga gjithë birën. Duhet e ka këto në fund. Do përdore me këta. Le, moza. Bulo se ka dollë. Ishte dalë piqa, pa. Dash për kamera, vruju. Qa ti bëjsh? Qa ti bëjsh, të Qëllon. Po s'ko gjomër. Me këto lavatriqat e nëzita në janë zmadhu dhe brekat. Njërët e të mërshme për zgjatit. Makinat e të mërshme ti bëj shosh gjitha. Nuk në rrinë më brekot në trup. Makinat moderne. Uli mi herë jaka. Se kemi atë lloj pritshmërie nga Iliri që s'do ta bënte, po nga ajo që neve kishim afrimitet, për respekt nuk do ta bënte. Dhe puna është që Iliri që e bën këtë, është sepse duke qenë Gresa më e vogël, artiste, kishte pritshmëri te ajo, e ka shumë inat pjesën e ka shillikut sy për sy, që ajo i thoshe ma e pëlle do buk, do me thonë që unë s'qaj kokën për juve. Dhe aji ka i gjë, që nga që është mësu me shumë disiplinë, me shumë regula e kështu, edhe kur i thyhen regullat, ati i thyhet një gjë, do me thënë një gjë që parimorit që ka gjithë jetën dhe merë ekstrem shumë personale atë gjë. Dhe prandaj unë i kam thënë pa tjetër që mos ashtu, po nga tjetra hanë, unë e di se si është ndërtuar aji.
Do më thënë që ka shumë, se a i vjen nga një familje, ka dy prindër super, do më thënë të jomën balerinë super profesioniste, vetë ka punu jashtë mase, do më thënë disiplina ti arrin deri aty, sa që edhe, do më thënë me akilin, vendoste profesionalizmin për para asaj që ishin shajt, ishin myte dhe u izolu. Pra, ky, kur thot që është një dënim, neve duhet ta respektojmë, është një rregull, duhet ta respektojmë gjithë ato. Kur ajo i bën Kashilliku, ati i gëzari. Po pra. I gëzari dhe nuk e lën, e merr me inat deri në fund. Dhe unë e di këtë gjë, dhe unë do më thënë, ja kam thënë patjetër nëse mundet, por e njoh se si është i ndërtuar ai. Edhe prandaj jashtë është gjykuar sikur neve. Jo, se a i thot, ti tashi nuk është se po punon, a i sa duhet. Gjithë kohës, do më thënë, je... Gjumë? Gjumë, jo do ike, jo ashtu, mirë që s'po punon, s'po punon këtë. Shko thënë dhe regula dhe normalisht a i e merë shumë personali dhe shumë inat. Iliri ka një gjë, është shumë i mirë, se unë e di, e njofë, do me thënë, ose është shumë i keqë. Dy anë. Dhe zakonisht janë të kështu të gjithë njerëzit që punojnë shumë fort. Varet cilën anë nxjerr. Pa. Unë e vura re se po bënim shaka një natë, dhe vajtë me ngacmuan. I thamë që Sara është kështu, ka rënë nga banja, ka kështu, hajde se agaje, kështu hajde shikoj. Unë nisë me vrap u prek, Sara ishte mbuluar ndërkohë, edhe do i hapte atë këtë vinte, a ju prek, hoj që gjupin, Sara vajti ta fërkonte, mo ju prek, më bëshë me lot, edhe hapi Sara kështu, edhe ngeli edhe tha jo, tha, nuk ka shumë. Po që e pash që, okej, te njeriu. Po jo me shumë, ore, ti mendon që unë do t'i jepi ai shumë mohabet dikuj që është shumë cinike, shumë i keqe ashtu, am ke pa ndonjëherë të rriull me dikë, mu pëmpe që jam e distancuar, do më thënë, them mi mëgjes me mbrëma, kam një komunikim si përfaqësor, do të thotë që unë nuk e kam qef ato si person, ndërsa unë me Ilirin rri. Po. Dhe unë ti di, do më thënë, parimet e mia, dhe unë po ndonja, do të thotë që ai person ka diçka për te asaj që mund shikohet. Unë me Ilirin, do më thënë, kemi pas në 2 sezonet e dancing, do më thënë ishim këshu, gati flisnim fare ashtu, por, sepse edhe unë e para i gjukoja. Ka një tip, shiko, po, nga cëmuse, ironiku. Ka një lloj ironia ai që... Por, ai vlerëson jashtë mase njerëzit me vlera. Edhe që kanë... Pse a e ke pasaj të lartëson ty? A se ke vërre? Po, edhe gjitha gocat, ndoshta nuk rrinë me ty. Edhe mbrëm u qua, në mes prajmit. Ai nuk rrinë me ty, me bë, se din ndoshta që ti nuk janë njekë deri në fund e tjerë. Po për të vlerësu, kë ka vlerësu deri tash? Ty të ka vlerësu, është e disajta herë. Po, që edhe ma ka thënë edhe e tha dhe mbrëm. Edhe visi, kur kishte dhënë emrin ti mbrëm... Mendoj vetëm për sfidë, nga që e di... Jo, e kishte thënë aty. Që po përpishesh atë gjeja një burë, tha? Po pëse se kam përmena adet me ty, pra... Se tanë, po përpisheshin gjeni me burë Adi aty, 2 metra. Nuk e ti kë votoj tjetër, mbase ka thënë dhe Adin edhe mua. Jo, s'kishte votuar Adin, duket. Kishte votuar? Nuk e di, dikët tjetër. Këshu më thamë. Vinin edhe ty. Këshu ma thamë, ndoshta e ka ngatru. Se di, se a i tha unë futa 2 më të fort, tha. A tha, visim tha ma unë futa 2 më të fort, tha. E po ndoshta e ka votu Adin, po jo, mos më ka thënë njëri që ka votu Adin, kush. Tha po përqisha të gjeja një burë, diçka ti dhe Ola më tha mua jo. Se në fakt, nga një ranë, edhe vini ka drejt. Se thot, tashi, juve rrini me mua, ashu ju, Adin aty e keni, vlla, pse se votoni? Edhe tha, po nxjerr emrin e Dona, sepse diçka, edhe tha Ola jo, tha foli shumë bukur, tha. E shpjegoj shumë bukur, tha aty. Pa. Ani se di. Jo, nuk, jo për ashu. Jo, atë e di.
Po që të bëjmë ja, të ka dalë namit. Po, në shtëri se nami. Se unë kam qef shqyqyr kështu. Do me thëmë që të vlerësojnë. Se të pakën nuk thonë është llafazane. Po pra, në I 100 herë më mirë. Unë këtë dua, për zotin, nuk dua Po edhe unë atë dua për ty. Nuk dua që... Fiks, do me thënë kanë dalë fiks aty ku... Unë personalisht kam dashur që ti të vlerësohesh. Më mirë të thonë, ajo është e fortë, shumë çështje karakterit, sfidave, se sa me thënë, ajo është negative, skuthe, e kështu unë vdekje e kam ato gjëra. Se më mirë, do doja që në një program, ndoshta nuk jap maksimumin tim Debata asu se jap maksimumin tim për debata se janë budalliqe. Po pra, që prandaj. Për diçmërinë time, Që s'do të thotë që s'kemi një opinion, thjesht janë aq debate. Jo përse ka i herë mund vjeturp me e dhënë. Po pra, Më u përfshi. Pa sens. Më duket sikur këtë mullet vlera, këtë... Edhe më mirë kur nuk jem 100% që të në debat, po të paktën njerëzit po kjo ha bukën kot aty. Jo, jepi 100% tënd, jo shpirtis, sepse ky nuk është reality tjetër, ky është ferma. Po pra, prandaj unë 100% tim për përshëntarja për gjëra tjera. Në stalla, ka që në sfida që nxjerrin gjithë grupin fitus që nominojnë të tjerët, se kush i bën këto gjëra? Sfidat i bëjnë, si bëjnë llaka-llaka,